Tirana pret liderët europian për samitin e Komunitetit Politik Europian, I cili mbahet për herë të parë në vendin tonë në datën 16 maj. Disa prej kryeministrave europian pritet të mbërrijnë që sot për të zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama. Këtë të njëjtë, një ditë përpara samitit të Komunitetit Politik Evropian vjen edhe kryeministri britanik Keir Starmer. Nga Tirana I pritet të shpall masa të mëtejshme për të penguar emigrimin e paligjshëm dhe për të goditur organizatat kriminale të përfshirë në trafikun e njerëzve drejt Britanisë së Madhe. Mbërritja e pjesëmarrësve në samit do të jetë përpara Muzeut Kombëtar për t'u drejtuar godinës së operës, nga ku do të mirëpriten prej kryeministrit Rama. Më pas, të gjithë së bashku do t'i drejtohen ambienteve të ndërtuara enkas për këtë samit pas monumentit të Skënderbeut. Pjesa ballore e këtij ambienti është veshur me vizatime të nxënësve shqiptar se si ata e perceptojnë Europën. Fillimisht, liderët do të mblidhen në një seancë plenare dedikuar sigurisë dhe një vizioni të përbashkët për të ardhmen e Europës. Më pas, do të zhvillohen 3 tryeza të nivelit të lartë mbi temat: siguria e Evropës dhe qëndrueshmëria demokratike, konkurrueshmëria dhe siguria ekonomike, përfshirë sfidat e lëvizshmërisë si dhe fuqizimi I të rinjve. Programi I plot. Programi I samitit nis në orën 10:00 me mbërritjen e delegacioneve dhe deklaratat për media, pasuar nga ceremonia zyrtare e hapjes në orën 11 dhe fotografia familjare në orën 11:30. Më pas, do të zhvillohen sesioni I parë plenar, një drekë zyrtare dhe tryeza tematike. Pasdite do të ketë takime dypalshe mes krerëve të delegacioneve dhe një sesion përmbyllës plenar. Ngjarja do të mbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp në orën 18:30 nga kryeministri I Shqipërisë dhe kryeministri I Danimarkës, vendi I pritësi I samitit të ardhshëm.